Angela Martini, ish përfaqësuesja e Shqipërisë në Miss Universe, është sërish beqare. Modelja ka vendosur të japë fund martesës me rumunin Drago Savulescu pas 7 vitesh. Sipas dokumenteve ligjore të siguruara nga TMZ, Angela paraqiti kërkesën për divorc të njëjtë në gjykat, duke cituar si arsye mosmarrveshjet e pakapërcyeshme me bashkëshortin e saj. Në dokumente ajo ka shënuar datën 24 tetor si ditën e ndarjes. Çifti që u martuan në dhjetor të vitit 2017 ka një djalë 3 vjeçar, Kair Martini Savulescu, për të cilin Angela kërkon kujdestari të përbashkët ligjore dhe fizike. Modelja gjithashtu ka kërkuar që ish bashkëshorti i saj, i cili është aktor dhe producent në Hollywood, t'i paguajë një pension ushqimor. Angela Martini fitoi titullin Miss Universe Albania në vitin 2010 dhe përfundoi në vendin e 6 në garën botërore të atij viti, rezultati më i lartë i arritur ndonjëherë nga një përfaqësuese shqiptare në këtë kompeticion.